Ky i bekuar, alayhi salatu wassalam, kjo është mbrojtur masum, nuk flet me hamendje, nuk flet si mbas qefit vetë tekave të veta. In huwa illa wahyun yuha. Por ajo çka po e flet kjo fjala Kurani, sa ta thonë për Kurani i trilluar, po na bën magji me te, ka shpi fore, ka marrë diku tjetër e tjetër. Pra ai nuk është tjetër pas shpallje që i vjen atij. In huwa illa wahyun, wahyu shpallje, yuha që i shpallet atina nëpërmjet melekut Gjibril. E çon në vend e manetin e Zotit, pa shtuar asgjë, pa pakuar asgjë, pa ndryshuar asgjë. S'ka dorë të. Ky ajet, përpas që tregon se Kurani është i shpallur i Zotit, dhe se me kas nuk kanë arsye të dyshojnë në vërtetësinë e Kuranit, gjithashtu tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam krejt çka flet hakun, e flet të drejtën. Dhe se pani jetën e vet. Prej se është shpall pejgamber, e ka fol vetëm hakun. Nga se është masum, i mbrojtur edhe nga gjunahet, por i mbrojtur edhe nga gabimet. Veçantin që është të shpalljes, e që ka të bëjmë që është të di. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. فلندرم الله në madhruar تبارك وتعالى tyshi përket të lartë madhërisë së tij. Gjithherë dhe çdo herë dëshmojmë dhe pranojmë se jemi të mangët, të lartësojmë, të madhërojmë, të lavdrojmë, të falenderojmë Zotin tonë, që ju shaj meritan, subhanahu wa ta'ala. Salavat dhe selam i dërgoj Muhammed Mustafas, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, familjes e tij, e shokëve të tina, dhe atyre të cilët kanë ardhur pas tyre, gjenerat pas gjenerate, deri sa dhe kësaj dite, dhe ata të cilët vijnë pas nesh deri në kiamet, e që kanë ndjekur dhe kanë pasuar, edhe ndjekin dhe pasojnë rrugën e atij burri të madh. Pastaj të nderuar, përfillojmë me emrin e Allahut Azza wa Jall, me komentin, tafsirin e surës An-Najm. Suratu An-Najm. An-Najm, ylli, është quajtur kjo sure me këtë emër, ylli, sepse fillon me këtë emër, fillon me këtë fjalë,
desha të them. Dhe se Allahu i madhruar që në fillim të kësaj sureje betohet në yllin kur përëndan, o në nëgjmi idha hewa, betohen në yllin kur përëndan. Kjo sure është zbritur në Mekë, andaj edhe quhet sure Mekase. Ibn Atija e potencon këtë se është sure Mekase dhe se kjo është me konsensus të ulemave. Po kështë e potencon edhe Ibn Gjauziu, i cili thot përpas asajna çka është transmetuar nga Ibn Abasi dhe Qatade se kanë thënë se ajeti 32 kësaj sureje është medinase, për ndryshe ajetet tjera janë mekase. E kur të biu thot se vërteta është se kjo sure është mekase, e zbritur në Mekë. Përshtatshmëria e kësaj sureje me surën paraprake, surën Tur. Surën e kaluar, ajeti fundit e surës e kaluar ishte o idbara nujum, o min al-lejli fasebbihu, o idbara nujum, edhe natën, madhëreje, falendereje Zotin tënd, po edhe kur përëndojnë yjet, kur ofrohen drejt perëndimit, e që është në kohë të hagimit. Ndërsa këtu e fillon me yje, o nëgjmi dhe hewa, betohem në yjet, apo yllin, kur përëndan. Në surën Tur, se shpifjet trillimin të cilin e bën idhejtarët Mekkas kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj kundër Koranit, librit e Allahut azza wa jall. Ndërsa në këtë sure e fillon me cekjen e këtyre trillimeve dhe kundërshtimin e tyre. Kjo sure, për nga ana e temave të cilat i shtjellën, rëndëmt se përderisa është sure Mekkase, temat kryesore të sureve Mekase neve që di, nga se krejt suret të zbritura në Mekë, fokus kryesor e kanë tauhidin, njëshmërinë të madhe të Allah azza wa jall. E që për të qenë tauhidi i shëndosh, duhet besuar Zotin hak të baraka wa ta'ala, që është ai kërkan për i rëbëve të ti, duhet të besuar Koranën, libër të Zotit, duhet të besuar pejgamberin Muhammed të dërguar të Allahut, duhet të besuar ringjalljen dhe llogaridhënien para të madhit Allah, te baraka wa taala. Se të ndemi këtu katër bazamente, krejt suret Mekase e kanë. Madje krejt Kurani, tjera që janë dytësore, këtu janë thelbësore. Por këto sure veçohen në fokusimin e tyre rreth këtyre temave, bazamenteve. Ashtu që kjo sure fillon me atë duke vërtetuar shpalljen se është prej Allahut. Dhe se kjo shpallje që është Kurani është hak, me të cilën e ka zbritur meleku Gjibril. Më pas e cek Mirajin, shkuarin e pejgamberit mbi qiellin e 7, e që është mrekulli e veçantë, shumë e veçantë, mëdje më e veçanta
sepse është e vetmja, e cila i ka ndodhur një njeriut në dënja dhe atë njëherë, e që është pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Cek sureja se atje lartë e pa Gjibrilin alaihi salam në formën e tij të vërtet, në të cilën ishte krijuar, e që është hera e dytë në të cilën e shef Gjibrilin në formën e vërtet se si është krijuar. Atje, lartë në qiell, pa argumente të shumta, të cilat tregojnë për fuqinë e Zotit, për njohurinë e Zotit, për ekzistimin e botës tjetër, për dënimin e njerëzve në morreze dhe shumë gjëra tjera pa i bekuar. Përmend në vazhdim se mëkatet edhe më tej vazhdojnë të tërëllojnë, të shpifin ndaj Kur'anit dhe qërton rand në adhurimin e tyre të mëtej ndaj idhive dhe statujave. Cek me vazhdim apo përmend shpërblimin dhe ndëshkimin për njerëz në ditën e Kiametit, simbaz dhe veprave të tyre që i kanë bërë. Besimtarët shpërblehen, jo besimtarët ndëshkohen. Sureja përmend edhe gjurmë që të regojnë fuqinë e madhe të Allah Azza wa Jall në krijimin e krijesave, po edhe në vdekjen e tyre, pastaj në ringjalljen e tyre. Surja përfundon duke cekur fundin e asaj se çfarë i gjet ata popuj apo disa nga popujt e kaluar të vjetër të hershëm, të cilët përgënjeshtruan pejgamberët e tyre, përgënjeshtruan ringjalljen si populli i Hudit, i Salihut, i Nuhit dhe kështu me radhë. Krejt kjo për t'ja kujtuar apo rikujtuar mëkasve dhe dhejtarëve mëkas, dënimin i cili mund t'i pret edhe këta nëse vazhdojnë edhe më tej të qëndrojnë në fejnë e tyre të cilën e kishin deri më tani në bindjet e tyre. Nga se Korani kërcënon në vazhdim mëkaset se mund t'i gjejë edhe këta diçka e tillë që i ka gjetë popujt e mëhershëm. Kjo sure është 23 e zbritur me radhë, për nga zbritja. Ka zbritur pas surës El-Ikhlas, pas surës Kul huwallahu ahad dhe para surës Abasa wa Tawalla. Është sureja 53 e rënditur këtu në mushaf pas surës Tur dhe para surës Qamar. Ka 61 ajete e thuhet 62 ajete. Ka 360 fjalë e thuhet 359 fjalë. Ka 1405 shkronja. Sa i përket vlerës së kësaj sureje, Imam Bukhariu dhe Muslimi cekin nga Abdullah ibn Mas'udi, e që këtë cekin edhe shumë ulematët të tafsirit, se Ibn Atija dhe të tjerë, i cili thëtë, Suratun Najm është sureja e parë të cilën pejgamberi u lexoi me zë, haptazi, Paris me kase, në Qabe, në bërqabes. Është sureja e parë që u lexoi me zë. Rënditja e kësaj sure për nga ana e përzgjedhjes së fjalëve, ajeteve, për nga ana e rimes e kuptimit e është e çuditshme.
Natyrisht, sikur se këtë Korani, për ajetet me kase janë ndryshe. Andaj ai cili e kupton gjuhën arabe, ku lexon ajetet me kase, ai me vesh të vet arrin ta kuptoj se kjo ajet apo kjo sure i angjason të jetë me kase. Atë që bukur ishte kjo sure, atë shumë ndikoj tek ata që ishin prezent, e që ishin ta besimtarë dhe dhejtarë, pak muslimon, për ty në Abdullah ibn Mas'udi, transmetuesi këtij hadithi në Bukhari dhe në Muslim, i cili thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lexoi surën Wan Najmi krejt, të tërë, para në haram, qabe, në bërë qabes. Ata s'ka qenë gjamia që është sot, ka qenë qabja edhe atë me kaset, ka najt, prej kër e ngëdhim me njës dhe i rënbrami. Pejgamberi u alezej këtë sure me za, alayhi salatu wa salam. Në te, në vjenë në fund, ajetën në fundit, ka segjde. Të kësaj sure. Dhe pejgamberi, alayhi salatu wa salam, kër arritën ajetën në fundit, që përmenet sejdja, aranë në segjde. Por nga ndikimi madh i këtyre ajeteve kësaj sure tek me kaset, o hipnotizu, edhe pa ndje, pa vetdije, pa kontrol, krejt ra në segjde. Krejt ra në segjde. Kufar, pagan, por se e pon pejgamberin, që ra në segjde, vetë ju, veç kër e pon vetën, krejt ra në segjde. Për pas një njeriu, pa thëtë Abdullah ibn Mas'udi, i cili e kapi një grosht zallë, nguralica, me i këska dhe, zallë, nguralica, dhe e qaj nalt. Dhe tha, të bolli vetë, dhe tha, me mjafton mua kjo. Nga mendje madhësia, nuk ranë segjde. Tjerë të ranë krejt. Abdullah ibn Mas'udi thot, që të presentinitin, i cili e bëri këtë gjest, arrogant, e kam pa me sytë e mi në Bedër, ka vritet si jo besimtar. Në vëviju në spjegim koment të këti hadithi, se thash është në Muslim dhe në Bukhari, thot se emri këti jo besimtari, pagani, është Umayyetu ibn Khalaf, një prej zullumqarëve të mëdhej dhe krerëve të Mekkas, i cili u vra në Bedër si jo musliman. Po kështu thot edhe Ibn Kathiri edhe të tjerë. Tani shkojmë të komenti i ajeteve, pas kësaj hyrjeje, të shkurt rreth kësaj sureje të bekuar, shkojmë të komenti i 4 ajeteve të para. Duke lutur të madhen Allah Azza wa Jall, që Allahu të në mësej hakun, e të në bëjë të pasojmë atë, të në mësej dhe të shtremtën të kuptojmë dhe të largohemi prej saj. Themi, mas a'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى Pasha yllin kur përëndan, ose betohem në yllin kur përëndan. Betohem në yllin kur përëndan. Ka cik yllin në njëjës, por shumë ulema kanë thonë se janë për qëllim yjet. Pasha yjet kur përëndojnë në kuptim. E kur përëndojnë yjet përëndojnë
në kohën në sabahut. Dhe kjo është për mrekullive, për argumenteve që të regojnë fuqinë të madhe të Allah, urtësinë e tina, mëshirën e tina. Dhe se yjet me gjithë hapësirën e tyre, madhësinë e tyre, gjigante, jenë krijesat Zotit, dhe jenë në dirigjim të Zotit. Dhe se ato yje natën ndriqojnë, sepse Allah i ka bërë zbukurim për qiell, por në mëngjes humbi, sepse vije koha me dal dielli dhe në ka nevojë për yje. Natën, përpas që janë zinet zbukurim për qiellin e dunjas, janë alamat, shenja, në përmjet të cilave njerëzit udhëzohen në cilin drejtim me shku. E njerëzit në kohërat e vjetra, si pikë reference kryesore për të udhëzuar, ka janë duke shkuar, në veçanti në shkretëtirë, dhe në det kanë qenë yje. E me theks të veçantë, ylli polar, apo verior, e që është njëri prej mendimeve të ulemave këto, se Allahu betohet në yllin polar, apo yllin verior, i cili është në vitet drejt mes verit dhe jugut, në drejtim të jugut, të veriut. Dhe saher, ajo është gjithmonë në të njëjtin vend, dhe saher ta shafsh atë, e din sakt se nga i bie veriu, andaj edhe orientohesh midis shkretëtire. Thu këndej që nga veriu, e s'ka nevojë me ta tregu jugin, sepse të kundërtën i bie jugu, dhe s'ka nevojë me ta tregu lindjen, sepse në të djathtë i bie lindja, dhe s'ka nevojë me ta tregu perëndimin, sepse në të majt i bie perëndimi. E pastaj të din më orientu, apo shka nga veriu, apo shka nga jugi, apo nga lindja ka perëndimi. Midis dete, midis shkretire, midis natën, në rësirë, të në ra. Pra, shumë ulema, si Mujahidi, Hasan Basriu dhe të tjerë, thonë se janë për qëllim krejt yjet, Allahu betohet në yje. Pasha yjet, kur përëndojnë. E që këte përzgjedh edhe Ibn Atije, dhe Sadi, dhe shumë të tjerë. E thuhet se me ylli, si që thash, është për qëllim njës, ylli polar. E thuhet se me të është për qëllim Kurani, sepse ka zbritur pjesë e arabët, atë që zbret pjesë e quajnë munajjem, të ngji, pej nejm, që është yll. E thuhet se me ta janë për qëllim yjet të cilët bin, shkatërrohen ditën e kiamit, nga se fjala hewa, o nejmi idha hewa, betohem në yllin kur hewa, bukfa në thamë përëndan, ama bukfalisht, fjala hewa është kur bjen për snalë të bum, pa kontrol. Qaj është hewa? Kur bjen për snalë të bum, po është hewa. Andaj kanë thamë, kjo është një mendim, se janë për qëllim aramja e yjeve ditën e kiametit të cilet shkatërrohen. E thuhet se janë për qëllim meteoret të cilet i lëshon Allahu bien prej yjeve për të gjuar, sulmuar shejtanët të cilet insistojnë të ngritën lartë në qiell për të dëgjuar me lachet. E që kemë folë për të më herët.
Ka edhe mendime të tjera rreth asajna se çfarë është për qëllim me këta yje. Madje thuhet se bile këta thot Gjafer bin Muhammed bin Ali ibn al-Husein, stërnipi Huseinit, radiallahu anhu, thot se o Nejmi pasha hyllin ka për qëllim pasha Muhammedin. Allahu betohet në Muhammedin, idha hewa është kur ka zbritur prej qiellit pas se ka qenë Miraj. Kështu thot kë, një mendim. Por këto ciket e një ngjarje shumë interesante. Lidhet me qëtë kuptim. Që cikur të biu dhe ulemat të tjera. Orve të bin Zubair, orve të bin Abdullah bin Zubair. Orvja ka pas teze Aisha, radiallahu anha. Orve thot, Utbatu bin Abi Lahab, Tabbat yada Abi Lahab, i përmendun Kur'an. Ky Abu Lahab, djali tina Utbe, dhanër i pejgamberit, në gjahiljet, para islamit. Dhanër i pejgamberit. Thot Urja, ky Utbeja, vendosi me shku në Sham, për tregti, por tha, ka me shkue me fyje Muhammedin, miku pa ballakën e vetë, mikun e vetë, babën e grusë. Ka me shkue njëherë, pash ka me shku me fyj, me alshu vajzen, dhe me shku pasaj për tregti. Më nisë për rrugë. E mori bijen e pejgamberit gruan e vetë, shkojt e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, o Muhammed, unë e më haj yllin dhe atë që përëndan, pa kuptim të ajetit, në bëj kofër, dhe pështiju pejgamberin ftyrë. Alaihi salatu wassalam. Jela vajza, eci. Por para se me eci, kër e pështyr pejgamberin ftyrë, pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, Allahumma sallit alayhi kalban min kilabik. Allahumma sallit alayhi kalban min kilabik. O Zotja, qaja, një qenë prej qenëve tu. Pra dënëje me një qenë prej qenëve tu, qenë specie. Futën qatë bute, qatë e grenujqite, leani, tigre, këtë një shtu, futën qatë. Allahumma sallit alayhi kalban min kilabik. La ilaha illallah, doja ti që bën zëllum edhe jo besimtar me kanë në ka perde me saj dhe me Allah. Që që tha pejgamberi Muadhit, wattaqi da'wat al-mazlum. Orujo Muadh kër e dërgoj në Yemen vitin e 9 hijri. Wattaqi da'wat al-mazlum, fund, këshillën e fundit për jabë. Për afërsesh për funit, ma se ordhërit bënë këtë bëj këta. Fe innehu lejse bejnehu wa bejneha hijab. Ruju dua se ati që bën zullum. Pra, mëse bën zullum dikujna e mu lutaj kundër teje, sepse nuk ka perde mes duas asaj dhe mes Allahut azza wa jall. Pejgamberi o lëtë kundër këti ka urë zëllëmqari. Atë ishte Ebu Talibi, migje pejgamberit, sallallahu aleyhi wasallam, por jo besimtar, pagan, ama a i përdin se një piti o në hak. Dhe i tha, o djali vllaut tem, gjërlat e kishte, o djali vllaut
te, po pse o lutë ashtu kundër tina, mujtë më lutë diçka tjetër, sepse janë një zemra që Allahu nuk ja kthen doan ra pejgamberit alayhi salatu wassalam. Utbja shkoj të baba e vetë Bulehibi dhe i tregoj çfarë ndodhi. Tha ja qova qiken, ja lash, e pshtyva, amo që të ma la, që të lutje më bani. Tha koko mare pirë. O nisëm për Sham. Karavan tregtar, e Bulehibi, Utbja biri tina dhe shumë të tjerë. Diku rrugës të shku, kërë fëtën dikun në vijën e perandorisë bizantine, ku kishte botë krishtere, filloj krishterizmi. O nale në pushu pranë një faltoreje të një murgu. Kër i pa i murgu se janë nalë këta arab, tregtar, dole dhe ajo janë njerës. Mas kalen natën këtu, sepse këtu ka 7 stegra shumë. Po këta ishin lodhër, erdhe në zane ersira, erdhe terri, dhe i nalën devet, i ollën, e heqen teshat, i vërën tendat dhe përshojnë me kalu natën. Amo, e Bulehibi, ta në kohën, e kishtë në kry duan e pejgamberit kundër birit vetë. Ani pse ai armik i madh i Allahut, armik i madh i Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, ama dinte se doja pejgamberit s'kthehet. Pra e kishte në kry. Tash kur i tha edhe ky murgu, o ju tregtar arab, o ju tregtar, o ju njerëz, qëtu mos rrini këto, sepse në natyrë, kë vend është njohur për egërsira, ju shtu frika hala ma shumë. E për thot, të tjerëve, aty ka pas as klame vete, gjithmonë ka marrë ata të tjerë, afroni devet, dhe më rrethani djalin të em Utbe, sepse unë pjakëm dronë që asoj luti që ka bu Muhamedi kundër djalit të em. Dhe ashtu vepruan, i afruan devet, e rrëthuan djalin, edhe kadal pa flaj, erdhi terri pa flaj. La ilaha illallah, la ilaha illallah, e dërgaj Allah të azze u gjell, një luan, Esed, luan, i cili erdhi, ata fijet dhe për në hapë, një nga një. I urdhëruar prej Allah të azze u gjell, për në hapë një nga një, derisa e janë djiu aromen këti zëllënqari, dhe i ra me njërën për dorë, kam të parë, dhe ja bëri ftyrën cëp e cëp. E nëzanë doja pejgamberit, sallallahu aleyhi wasallam. E pështiju pejgamberin, aleyhi salatu wasallam. Subhanallah. Këtë ngjarje i ka për një 30 vite që kam dëgjuar. Prej një profesorit të në fakultet, dhe më tha 91, dhe kur nuk e di që më ka dhanë mundësia me cekit të rekem. Dhe subhanallah, sa duke lezuar ajetet dhe komentet e këtyre ajeteve,
Hasanit e serish dhe më kujtu ajo kohë e hershme dhe paska qenë kësmet me të reguar tani. Në koha shkan, por amelet vepret e mira mbesin, ama edhe të këqijat. Qka fetoj kësë dhëmqarë, i cilin vend se me o gëzu Miko, baba i grus, me shërzu afërsin për nga miqësia, e mjë gjindë ati të bekuare se që veproj e Abu Bekri, Osmani, të tjerë. Këmë ja këthi shpinën dhe me pështyje, më të mirën e dënjas, la ilaha illallah, por e gjenë. Ata që e ka pënu me dorët e tina, e gjenë, dhe veç e gjetë, dhe kom e gjetë edhe më shumë, kur del parat madhe të Allah, azza wa gjell. Pra, këthejme të ka jeti, Allah thët, wa nëgjmi idha heva, pasha hyjet, kur përëndoj. Allah betohet në qëfar të dëmë. Ma dhalle sahibukum, wa ma gawa. Pasha yjet, kur përëndoj. Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam nuk ka humbur, e as nuk ka devijuar. Ma dhalle, dal, nuk ka humbur, është ai cili e humbër rrugën e vërtet pa dije. Pa dije. Pra ta themi o lë dalin, tëpt, zdint, dal, është ai cili e humbër rrugën pa dije. Wa ma gawa, gavi, është ai cili din hakon, por e njeh rrugën e shtehët. Pra o ju me kas, të cilët po e akuzoni këtë burr të madh, më të madhen që patën do njëherë njerëzimi, se është magjistar, se është poet, se po gënjen, se është i qmendur, lejla akuzash. O ju njerëz, kjo është rrugën e vërtet, është në tarikul mustaqim, është në siratal mustaqim, është i përzgjedhurit madhit Allah, të cilën Allahu e ka përzgjedhur. Kjo nuk është devijuar, kjo është në hak, dhe atë që ka thot, është hak. Për atë Allahu në vazhdim thot, wa ma yantiqu anil hawa, kë njeri nuk flet simbas qefit të vetë. Ky njeri nuk flet simbas qefit vetë. Nuk flet simbas tekeve të ti. Qysh ma ka në mu, po flas. Jo. Poet, qmendur, kush do qoftë tjertë, nuk bëhet qoftë herë, ko pas kohë, her pas here, me pasue unin, egon, dhe simbas asaj që takona, shkan edhe guha. Për ata popull që ka thot, tek dhe më dhambi dhe të gjuha. Sepse njëri është i krijuar i tillë, sa do që është i drejt, e i sinqert. Andaj, nëse pyet prindin për fëmijë, e qa me ndohë me thane për fëmijë ty? Pra mëse pyet prindin për fëmijë, heq. Nuk pyetet prindi, a është djali e të burri mirë. Po pyetet tjetri për djalin e prindit. As djalin për prind. Për atë në gjykat,
nuk merret dëshmia e prindit për evlad. E asë evladit për prind, le tjetë sot dënë burri madhë, koftë edhe Hasani, Hyseni, Ebu Bekri, Omeri, Osmani, ko është dhe qoftë. Në gjikat nuk mirret, nuk ka çështje akuze, po s'mirret parasysh. Pra, ky i bekuar, alayhi salatu wassalam, wa ma yantiqu anil hawa, kjo është mbrojtur masum, nuk flet me hamendje, nuk flet si mbas qejfit vetë tekave të veta. In huwa illa wahyun yuha. Por ajo çka po e flet kjo fjala Kurani, sa ta thonë për Kurani i trilluar, po na bën magji me te, ka shpi fore, ka marrë diku tjetër e tjerë. Pra, ai nuk është tjetër pas shpallje që i vjen atij. In huwa illa wahyun, wahyu është shpallje, yuha që i shpallet atina nëpërmjet melekut Gjibril. Ky Kur'an është shpallje e Zotit. Nuk ka trellim. Dhe ky njeri, pra Allahu po e mbron, po i kundërshton pagant me kas për trellime dhe akuzat e tyre, dhe po tregon se ky njeri nuk flet me hamendje. Ky njeri e flet hakun dhe vetëm hakun. Sepse atë çka ja zbret i madhi Allah nëpërmjet melekut Gjibril, kjo e përcjell. E qënë në vend e manetin e Zotit, pa shtuar asgjë, pa pakuar asgjë, pa ndryshuar asgjë. S'ka dorë në te. Nuk ka dorë në te. Pra të kë Kur'an, kja jetë Kur'anor, sikur se shumë ajete tjera, tregojnë qartë e që ne kemë parim për parimeve dinit tonë, se Korani është libër i Zotit dhe se s'ka qasje as një krijesin te, as Gjibrilit, cili ka zbritur, as Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, cili ka pranuar, nuk ka qasje në te. Vetëm se me përcjell Gjibrili prej Allahut tek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tek mileti, tek njerëzit, dhe tani njëri pas tjetrit, dhe kështu me radhë deri sot, dhe do të vazhdon deri në kiamet. Ky ajet, përpas që tregon se Kurani është i shpallur i Zotit, dhe se me kas nuk kanë arsye të dyshojnë në vërtetësinë e Kuranit, gjithashtu tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam krejt që ka flet hakun, e flet të drejtën. Dhe se tan jetën e vetë, prej se është shpall pejgamber, e ka fol vetëm hakun. Nga se është masum, i mbrojtur, edhe nga gjunahet, por i mbrojtur edhe nga gabimet. Në veçantin që është të shpalljes, e që ka të bëjmë që është të di. Në lidhje me këtë, ulemat kanë cekur edhe argumentit nga hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr bin Asi, djalo shiri, ishte shumë i interesuar që ta bëj një përmbledhje, një fletushk, përmbledhje me hadithe të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kjo për faktin se Kurani shënohej gjithsesi
dhe ishin njerëzit të caktuar të cilët i shënonin në çdo ajet i cili i zbrit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Por hadithet nuk shënoheshin. Abdullah bin Amr ibn As, këti shkën mendja me shënu. E cek Bukhariu dhe Muslimi, Abu Davudi, në fakt edhe Ahmedi, se kë ka thonë, apo ka treguar, unë e shënëja çdo gjë çfarë ndëgjoja nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sot që ka bënë një përmbledhje me 1000 hadithe për afërsisht. Dhe është përmbledhja parë e haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ceket e mësohet kur ceket zanafilla, mënyra e tubimit, e shënimit, e definimit të haditheve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Fillohet qëtu. Abdullah bin Amr bin As thot, shënoja çdo gjë çfarë ndëgjoja nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse doja ta mësej përmenësh. Por Kurejshitët më ndaluan, dhe ka fjallin disa sahab, Kurejshit, që ka ndarë në Medinë, ta shkëtë për tërga ma vonë, ta. Dhe thanë, تكتب كل شيء تسمعه ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. E fanë dikush prej sahabëve, çdo send, çdo gjë, çfarë po ndëgjon nga pejgamberi po e shënon. Kurse ky është njëri, flet kur është i hidhruar dhe flet kur është i qetë i kënaqur. E që nën kupton kur është i hidhruar njeriu i dalin fjalë të pamatura. Dhe thot fa amsaktu an al-kitab, dhe unë nala nuk zofta me shënu më. Dhe i tregova pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çfarë më ndodhi. Pejgamberi Zotit boni me gesh drejt gjuhës së tina dhe tha: "Uktub shana, fa walladhi nafsi bi yadihi ma yakhruju minhu illa haqqun shana." Sepse pasha atë që jeta ime është në dorën e tina, prej kësaj nuk del veç hak. Vetëm sa e që është drejt, është hak. Tjetër fjalë, tjetër send pe i gojës tam nuk del. Nga se është mbrojtur i ruajtur pe Allahut, nga se dhe fjalët e tina jenë shpallje, dhe se dhe suneti është shpallje, sikur se Kur'ani. Ebu Hurajra radiallahu anhu cek edhe që edhe këtë transmeton Imam Ahmedi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inni la aqulu illa haqqan, unë nuk flas vetëm se çka është hak. Disa sahabi thanë: "Ja Rasulullah, fa innaka tuda'ibuna", po ti nga njerë po bën shaka me neve. Pra ka njerë po fletë edhe në formë relax, si shaka po bën me neve njerë është edhe, i bën të shaka nga njerë. E pejgamberi përgjigj: "Inni la aqulu illa haqqan", unë nuk thëm tjetër, nuk flas tjetër vetëm se ajo çka është hak. Kështu që ai bekuar, krejt që ka folur, është hak. Dhe ne musliman, asë që dyshojmë në te, ne musliman, vetëm duam të vërtetojmë që është rruga e ulemave të hadithit dhe është çështje punë e profesion e zanati tyne. Me i vërtetuar a jenë thënje, hak dhe i të aj, me zingjir, transmituesish. Përndryshe o vërtetu zingjiri transmituesve se është i vërtet të saktë drejt të personalitetit tina, ne më nuk dyshojmë atë. Nga se e flet hakon, e Allahu po thot:
wa ma yantiqu anil hawa, ai nuk flet me hamendje, sipas shefit të tij, in huwa illa wahyun yuha, por është shpallje që ja shpall i madhi Allah Azza wa Jall. E që të një ajet është konkretisht për Kur'an, për librin e Allahu Tebareke wa Ta'ala. Elhamdulillah që kënë dësu Kur'anin hak, pejgamberin hak, ditën e gjykimit hak. Vazhdojmë inshallah Ta'ala javën tjetër me ajetet e tjera, respektivisht me Gjibrilin a.s. se ka takuar pejgamberi, që ka par pejgamberin Miraj, dhe gjëra tjera të cilat janë shumë të rëndësishme për jetën e besimtarit. Deri atëherë, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.